Fëmijët e moshës 9 deri në 10 vjeç po përdorin drogë në Kosovë. Këtë ka konfirmuar sot Muharrem Ademi, përfaqësuesi i qendrës Labirint, e cila merret me parandalimin e abuzimit me drogë dhe alkool, si dhe me trajtimin e varësisë nga substancat narkotike dhe alkooli. Sipas Ademit, këto raste zakonisht mbahen të izoluara dhe nuk raportohen shpesh, gjë që e bën edhe më shqetësuese situatën reale në terren. Ai ka sqaruar se mosha gjithnjë më e hershme e përdoruesve të substancave narkotike është alarm për shoqërinë dhe institucionet përgjegjëse. Ademi theksoi se ndër arsyet kryesore pse fëmijët po vinë deri në këtë gjendje janë kurreshtja e tyre, presioni i bashkëmoshatarëve si dhe normalizimi i përdorimit të substancave në shoqëri. Sipas tij, mungesa e informimit të duhur, mbikëqyrja e pamjaftueshme nga prindrit dhe ekspozimi i hershëm ndaj sjelljeve të rrezikshme ndikojnë drejt për drejt në këtë fenomen. Ai apeloi për një angazhim më të madh institucional, përfshirë shkollat, familjet dhe institucionet shëndetësore, në mënyrë që të forcohet parandalimi dhe edukimi i hershëm i fëmijëve. Sipas qendrës Labirint, ndërhyrja në kohë është kyçe për të parandaluar pasoja të rënda afatgjata për shëndetin dhe të ardhmen e fëmijëve.